Kjo hartë ngjan me lojrat kompjuterike ku një vend duhet rrethuar për t'u pushtuar. Në fakt është qendra spitalore universitare Nën Tereza. Institucioni shëndetësor më i madh në Shqipëri është rrethuar tashmë nga rreth 100 spitale, klinika, laborator diagnostikimi, privat dhe farmaci. Shifrat janë alarmante nëse krahasohen me sipërfaqen ku ato ndodhen, e që është më pak se 200.000 m2. Këto fakte janë pjesë e një hetimi që ka kryer faqja informative online Historia ime, me një staf mjekësor prej 2297 personash që përfshin mjek, infermier e teknik laboratoresh. Në QSUT nuk do të duhej të kishte radhë të gjata njerëzish. Por realiteti sjell dy pamje, të sëmurë e familjarë që presin gjatë në spitalet publike e ata që shërbehen në kohë rekord vetëm pak metra më larg tek privatët. Dy punësimi në fakt është një problem që nuk po gjen zgjidhje prej vitesh. Nga vëzhgimi i bërë rezulton se ka një numër të madh mjekësh që e ndajnë kohën e tyre mes klinikave private dhe QSUT-s. Shumë prej klinikave dhe laboratorëve privat rreth QSUT-s e fshehin informacionin për stafin e tyre. Në vetëm 5 nga ato që e bëjnë publik në faqet e tyre të internetit, mësohet se punojnë të paktën 13 mjek, që njëkohësisht janë pjesë e stafit të qendrës spitalore universitare Nën Tereza.